Zëvendës kryeministri në detyrë, njëherësh deputet i LDK-s Ramiz Kelmendi konfirmoi se bisedimet me lëvizjen vetëvendosje janë ende duke vazhduar, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete. Janë duke zhvillu bisedimet teknike, ende nuk ka ndonjë parafrim i afërt, jemi në vazhdimsi, por do të bëjmë të ditur në momentin kur nuk kalon mandatari për krimin e qeverisë në rundin e parë, pastaj Këshilli i Përgjithshëm sigurisht do të mbledhet, do të bimë qëndrim të përgjithshëm mbi koalicionet e mundshme dhe pastaj do të dalim me një rezultat përmbetje. Se nuk ka ende ndonjë marrëveshje të shkruar, por që kanë bërë avancime serioze sa i përket formimit të koalicionit LDK-AKR Alternativa me lëvizjen vetëvendosje, e tha edhe nënkryetari dhe deputeti i AKR-s Korab Sejdiu. Koalicioni jonë dhe lëvizja vetëvendosje jemi që një kohë në bisedime. Me dështimin e koalicionit PAN edhe ne do të kemi mundësi që ta formojmë një koalicion që jo vetëm që i ka numrat, por është edhe koalicion legjitim, sepse ngërthen në vete pjesën ndërmuese ose shumicën e deputetëve që përfaqësojnë popullatën shqiptare në Kosovë. Sa i përket kandidatit për kryetar të kuvendit, Kelmendi dhe Sejdiu, deputet nga koalicioni LAA, u shprehën se gjykata kushtetuese nuk ja mundëson koalicionit të tyre që të kenë një kandidat për kryetar kuvendi. Mendoj që sipas kushtetutës i takon dhe sigurisht që do të ketë dikush që do të mbështetet, i cili është më i përshtatshëm dhe më ai i cili kemi besim që mund ta çojë mbledhjen e kuvendit si duhet. Është një fatkeqësi e madhe që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014 e ka bërë një interpretim paksa të pakuptueshëm, ku i ka dhënë në mënyrë ekskluzive të drejtën e propozimit të kryeparlamentarit koalicionit që i ka fituar zgjedhjet ose subjektit që i ka fituar zgjedhjet, kështu që duke pas parasysh që ne jemi të obliguar zbatu vendimet e gjykatës kushtetuese, natyrisht që e kuptojmë që kryeparlamentari duhet i takoj patjetër koalicionit PAN. Edhe në lëvizjen vetëvendosje thonë se nuk ka diçka konkrete rreth koalicionit LDK-AKR Alternativa dhe vetëvendosje, por që bën të ditur se bisedimet mes tyre po vazhdojnë.